Përshëndetje. Filloj me gjetjet në këtë konferencë të tretë të shtypit për sa është raportuar deri në orën 18. Përfitojmë rasti që jemi tashmë live dhe të bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve për të votuar masivisht. Trendi i një pjesëmarrje të rritur në krahasim me krahasim me pjesëmarrjet e mëparshme në proceset zgjedhore duhet të vazhdojë të jetë rritës. Një demokraci me cilësi të përmirësuar kërkon pa diskutim një pjesëmarrje masive të qytetarëve në votime, kështu që nxisim qytetarët të votojnë, të shfrytëzojnë edhe këto 40 minuta të mbetura për të shprehur vullnetin e tyre dhe për të legjitimuar sa më shumë qeverisjen e nesërme. Lidhur me të dhënat për incidentet e raportuara pak më parë apo dhe të reja, raportohet se në qendrën 270 fraksion 1 në KZAZ numër 4, kamerat e sigurisë kanë cënuar privatësinë e votuesit dhe është dashur për këtë ndërhyrja e KZAZ-s për të zhvendosur dhomën e fshet, pasi dhoma e fshet ishte, ose më saktë kamerat ishin mbi dhomën e fshet. Duke dhënë pikpyetje mbi cilësinë dhe fshehtësinë e votës të qytetarëve. Është bërë ditur se në Maliq, sikurse edhe media e ka evidentuar dhe nga vëzhguesit tanë të lëvizshëm, në QV 3827 ka pasur një konflikt midis vëzhguesit të subjektit Partia Demokratike me një çift qytetarësh. Procesi është ndërprerë për pak kohë i votimit dhe më pas është deri në sqarimin e saj duke me ndërhyrjen e komisionerëve të KZAZ-s. Në Fusharës, sikurse është raportuar më parë, lidhur me përplasjen fizike midis komisionerëve, pra në QV 438 në Rap, KZAZ-ja 7, sikurse e tham edhe në konferencën e parë të shtypit, situata vazhdon për këtë incident, tashmë situata vazhdon të ngelet e tensionuar dhe rreth qendrës së votimit ka grupe simpatizantësh të dyja partive kryesore dhe është e nevojshme që partitë politike, pra të partive kryesore, duhet të ndërhyjnë për ta shtensionuar situatën. Në qendrën administrative Hajmel, në QV 167, sikurse është bërë dhe me dije, ka pasur një incident lidhur me gazetarët e televizionit Ora News për një rast të votimit familjar. Është bërë kallëzim në komisariat për këtë rast, për këtë incident dhe për këtë dhunë të ushtruar dhe procesi është duke vijuar tashmë normalisht. Ndërkohë që duke bazuar në të dhënat e sistemit mbi ecurinë e procesit në 360 qendrat e votimit, mund të themi se deri në orën 18, lidhur me përqindjen e personave të pa autorizuar në qendrën e votimit, referohet një shifër prej 7%, dhe ndër këto pjesa kryesore kishin të bënin me persona partijak. Ndërkohë që lidhur me vendosjen e dhomës së fshet në mënyrë të tillë që të sigurohej fshehtësia e votës së votuesit, si dhe dhoma e fshet duhet të jetë në një pamje të dukshme për të gjithë, jo vetëm anëtarët e komisionit, por edhe vëzhguesët, referohet një shifër 7% që kjo dhomë nuk është e tillë. Ndërkohë që lidhur me sigurinë e votës së fshet, raportohet që në gati në 100% të rasteve sigurohet kjo fshehtësi e votës së votuesve. Lidhur me vendosjen e kutisë së votimit në pozicionin që mund të shihet nga të gjithë komisionerët apo vëzhguesit, raportohet një shifër prej 2.85% që nuk ndodhet e tillë. Ishin afishuar postera për të shpjeguar procedurat e votimit jashtë qendrave të votimit, raportohet një shifër prej 7%,
që nuk janë afishuar këto postera. A ishin afishuar posterat lidhur me numrat e kandidatëve, sërish në 7% të qendrave të votimit nuk kanë qenë të afishuara këto postera. A ishte afishuar lista e zgjedhësve, edhe në këtë rast përqindja është 7%, pra në 7% të qendrave të votimit nuk ka qenë e afishuar lista e zgjedhësve. Lidhur me përshtatjen dhe lehtësinë e aksesit dhe të lëvizjes në qendër të votimit për zgjedhës me aftësi të kufizuara, referohet se në 12% ky akses nuk jepet fare, ndërkohë që pjesërisht ky akses është i siguruar në 35% të qendrave të votimit. Apati raste të zgjedhësve që u lejuan të votojnë pa paraqitur dokument identifikimi, pothuajse 0.9, pra gati 100% nuk janë lejuar raste që të votohet pa një dokument identifikimi. Lidhur me rastet për të votuar pa u timbrosur me bojën e posaçme, referohet se 2% e tyre nuk është lejuar të votohet pa u timbrosur. Lidhur me paraqitjen e zgjedhësve dhe votimin me një vendim gjykate, pasi zgjedhësit nuk kanë figuruar në listë, referohet një shifër që në 5% të qendrave të votimit, 4% më falni, të qendrave të votimit, është votuar me vendim të gjykatës. Lidhur me prezencën e zgjedhësve me telefon celular brenda qendrës së votimit, referohet shifra 7%, pra në 7% të qendrave të votimit është evidentuar zgjedhës i cili ka pasur në dorë celular. Ndërkohë që kam qenë zgjedhësit me celular në dorë në dhomën e fshet, lidhur me këtë rast, referohet një shifër prej 4%. Për zgjedhësit me aftësi të kufizuara fizike dhe që janë shoqëruar nga qytetarë dhe janë ndihmuar nga qytetarë, deklarimit, plotësimit të deklaratës për ta ndihmuar këtë zgjedhës, i referohet një shifër prej 9%, pra në 9% të rasteve në qendrat e votimit nuk është plotësuar kjo deklaratë. Në rastet kur më shumë se një person ka ndihmuar më shumë se një person me aftësi të kufizuar fizike për të votuar, referohet një përqindje prej 2% në të qendrave të votimit. Dhe në 2% të tyre referohet që një antar i komisionit ka qenë ai i cili ka ndihmuar zgjedhësin me aftësi të kufizuar. Lidhur me raste kur një person voton më shumë se sa një herë, referohet se në asnjë rast nuk është evidentuar një rast i tillë. Ndërkohë që lidhur me rastet kur një person voton për persona të tjera që nuk janë të pranishëm, sërish nuk referohet asnjë rast. Lidhur me pyetjen se janë vërejtur zgjedhës që fotografuan votën, në 3% të qendrave të votimit referohet që janë vërejtur individ të cilët kanë fotografuar votën. Lidhur me pyetjen se është vërejtur në një person i cili ka ndërhyrë në punën e komisionit Komisionit të Qendrës së Votimit për gjatë procesit, referohet që 3% të qendrave ka pasur individ që kanë ndërhyrë në punën e Komisionit të Qendrave të Votimit. Ndërkohë që persona të paautorizuar që të drejtojnë punën e Komisionit të Qendrave të Votimit, referohet se në asnjë rast nuk është evidentuar një rast i tillë. Në 2% të qendrave të votimit referohet që janë evidentuar individ të caktuar të cilët kanë kërkuar që të bënin fushat apo të ndikonin në vullnetin e zgjedhësve brenda qendrës së votimit.
ndërsa në afërsitë të qendrës së votimit referohet një shifër prej 6%. Dhe në se kujt partije i referoheshin këta persona, kanë qenë 2 partitë kryesore, pra ajo shifra e raportuar se cilës parti i përkisnin këta persona që kanë tentuar të bëjnë propagandë jashtë qendrave të votimit. Referohet se në asnjë rast nuk janë evidentuar persona të cilët kanë ushtruar presione zgjedhësve brenda qendrës së votimit, ndërkohë që jashtë qendrës së votimit referohet se në 2% të tyre ka pasur pra raste që janë evidentuar individ të cilët kanë bërë presion qytetarëve para se të shkojnë në votime. Lidhur me vendosjen e materialeve propagandistike përreth qendrave të votimit, referohet një shifër prej 4% të qendrave të votimit ku janë evidentuar ekzistenca e materialeve propagandistike përreth qendrave të votimit. Ndërkohë që lidhur me risin e këtyre zgjedhjeve ku ndalohet përqendrimi i personave të pa autorizuar edhe në rreth qendrave të votimit, referohet se në 30% të qendrave të votimit, 31% të qendrave të votimit ekzistojnë, pra janë evidentuar grupe individësh të cilët të pa autorizuar që kanë ndënjur brenda kësaj hapësire të përcaktuara nga ligji. Këto ishin gjetjet kryesore nëpërmjet metodologjisë statistikore të përdorur në 360 qendrat e votimit në të gjithë vendin. Ajo që duhet thënë se sikur se figuron edhe në këtë pyetësor, lidhur me pajisjen elektronike të identifikimit, referohet që rreth 20% e qendrave kanë pasur probleme së paku një herë me pajisjen elektronike të identifikimit, pra sikur se shihet është një peshë e vogël, pavarësisht se në një pjesë të mirë të qendrave të votimit tashmë ka kaluar në disa prej qendrave të votimit ka kaluar votimi nëpërmjet metodës manuale. Lidhur me gjetjet finale, pra deri në orën 19 do të kemi një konferencë shtypi të radhës në orën 23, ku do të flitet edhe për tërësinë e gjetjeve lidhur me këtë proces të votimit, ashtu sikurse edhe me procesin e dorëzimit të materialeve të qendrave të votimit pranë KZAZ-ve, vendeve të numërimit të votave, por edhe me fillimin e procesit të numërimit, nëse do të ketë deri në atë kohë vendet e numërimit të votave që do kenë filluar këtë proces. Është shumë e rëndësishme që në mbyllje të kësaj konference të shtypit të bëjmë edhe një herë thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në zgjedhjen në këto 30 minuta të mbetura, ndërkohë që partitë politike duhet të sigurojnë të gjithë mbështetësit e tyre, degët e tyre të partive në përrethe, që të sigurojnë një situatë të qetë përreth vendeve në të cilat ndodhen qendrat e votimit, por veçanërisht më pas përreth KZAZ-ve, vendeve të numërimit të votave, që të lejojnë një proces të qetë të dorëzimit të materialeve të votimit dhe të mos ndikojnë në asnjë mënyrë në vonesën e këtij procesi, si dhe për të krijuar një klim të qetë. Është për të përgëzuar mesazh, sikur se e tham dhe më parë, është për të përgëzuar leadershipi politik për mesazhet e qetësisë dhe pozitive që kanë dhënë, nxiten ata të ofrojnë këto mesazhe publikisht, por veçanërisht në mënyrë të drejtë për drejtë strukturave të tyre partijake në të gjithë vendin, që kjo klim të vazhdojë të mbizotrojë edhe në mbylljen e procesit të votimit dhe më pas në nisjen e procesit të numërimit. Sigurisht duke i ftuar qytetarët që të kenë besim tek puna e mirë e vlerësuar deri tani e gjithë administratës, duke filluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe gjithë administratës zgjedhore në të gjitha komisionet e administrimit të nivelit të dytë dhe të nivelit të tretë. Ju falemderit për vëmendjen. Nëse ka ndonjë pyetje në platformën Zoom, me sa shoh nuk kemi pyetje. Ju falemderit atëre, konferenca e radhës në ora 23:00.